kën e Këshillit Lart Gjyqësor por vijimin e procesit të verifikimit të gjyqtarëve mbi bazën e standardeve të këtij procesi. Fjala është për ju, zoti Rusi. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Këto fjalë të hyjse, njëkohësisht edhe përshëndetjet janë pak standarde, por të thëna nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme marrin edhe kuptimin në kontekstin përkatës. Kështu që i nderuar kryetari i Komisionit Posaçëm të Apelimit, të nderuar zonën kryetari i gjykatës kushtetuese, të nderuar shkëlqësia ambasador, të nderuar përfaqësues të operacionit të kombëtar të monitorimit, të nderuar zonja zotërinj dhe pjesëmarrës. Është një nderi veçantë për mua që të marr fjalën sot në këtë ceremoni përmbyse të një proceseve më të rëndësishme dhe më transformuese për sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Ky proces ka përfaqësuar një përpjekje të thellë institucionale dhe shoqërore për të rindërtuar besimin e publikut te drejtësia, për të forcuar integritetin e sistemit gjyqësor dhe për të garantuar që drejtësia të jetë e pavarur dhe profesionale. Sot, ndërsa bëjmë një bilanc të këtij rrugëtimi, është e qartë se rezultatet e arritura kanë një rëndësi historike. Ato nuk maten vetëm me numra apo me vendime individuale, por me ndikimin që kanë pasur në rritjen e transparencës, në rritjen e llogaridhënies. E kam thënë edhe të tjera, këtë raporti me mikrofonin se kam mirë, domethënë kështu. Prandaj. Dhe nëse nuk është janë dëgjuar fjalët, mund ta kaloj në përsëritje. Përsëritja donjëherë është më e dijes, por është dhe babai i mërzit, kështu që po të dy janë prindër në fund, do të dëgjojmë. Sot ndërsa bëjmë një bilanc të këtij rrugëtimi, është e qartë se rezultatet e arritura kanë një rëndësi historike. Ato nuk maten vetëm me numra apo me vendime individuale, por me ndikimin që kanë pasur në rritjen e transparencës, në rritjen e llogaridhënies dhe në forcimin e themeleve të shtetit të drejtës. Dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për të gjitha institucionet e përfshira në këtë proces. Për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, për operacionin e Komitatit të Monitorimit, për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, për institucionet të cilat patën një vjushmëri të këtij procesi, për komisionerët publik, dhe kohësisht edhe për përfaqësuesit e prokurisë të posaçme, dhe gjitha institucionet e tjera që kanë kontribuar në mënyrë drejtpërdrejtë apo indirekte në këtë proces. Një minore veçantë shkon veçanërisht për partnerët tanë të kombëtar, të cilët kanë mbështetur në mënyrë të vazhdueshme reformën drejtësi, duke konsideruar atë një shtyllë kyçe të rrugëtimit evropian të Shqipërisë. Megjithatë, kjo nuk është një pikë përfundimtare. Përkundazi, është një moment reflektimi dhe një piknisje e re. Sfida jone e përbashkët mbetet konsolidimi i sistemit gjyqësor të qëndrueshëm, të pavarur dhe të aftë për të përballuar pritshmëritë gjithnjë në rritje të qytetarëve. Këshilla gjyqësore mbetet e angazhuar plotësisht për të vazhduar reformimin e brendshëm të sistemit gjyqësor, për të forcuar kapacitetet profesionale të gjyqtarëve dhe të garantuar një administratë të drejtësisë sa më efikase dhe transparente. Gjithashtu Këshilli gjyqësor mbetet i vetëdijshëm për rëndësinë e bashkëpunimit institucional të ngushtë dhe të vazhdueshëm nëpërmjet të gjithë organeve të sistemit drejtësisë. Ky bashkëpunim, i ndërtuar mbi respektin reciprok, pavarësinë kushtetuese dhe përgjegjësinë e përbashkët ndaj qytetarëve, është thelbësor për garantimin e stabilitetit institucional dhe për forcimin e mëtejshëm të besimit të qytetarëve ndaj sistemit drejtësisë. Nuk mund të rrit të thënë disa gjëra të pashkruara për të kaluar dhe konizëm përkatëse, për faktin sepse Këshilla gjyqësore i ka të përcaktuara përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat që i rrjedhin nga kushtetuta dhe nga ligji. Ajo çfarë do të thënë është do të thënë që në 7 vitet e krijimit dhe të ligjësisë së vet ka kryer procese të shumta për verifikimin e figurës dhe të pasurisë dhe të anës profesionale të magjistratëve. E preku pak kryetari Komisionit Posaçëm të Apelimit, sepse sipas kornizës ligjore, të gjithë juristët që bëhen kandidat për magjistrat do duhen të kërkojnë në verifikimin e figurës dhe pasurisë nga ana e Këshillit Lart Gjyqësor, për të cilin një proces i tillë është realizuar deri më tani për 182 magjistratë që sot janë në sistem, si në momentin fillestar kur kanë filluar formimin fillestar të formimit të tyre në shkollën e magjistraturës, ashtu edhe në rastin e përfundimit të këtij formimi fillestar. Njëkohësisht ka kryer procedura të shumta për ngritjen e detyrës të magjistratëve, të cilët janë shoqëruar
edhe me verifikimin e figurës dhe pasurisë, patjetër edhe pranën profesionale, sepse duhet të kenë të paktën 2 vlerësime. Dhe gjerasin gjyqtarët që janë bërë pjesë e gjykatës së lartë, gjyqtarët që janë bërë pjesë e gjykatave të apelit, qoftë të përgjithshëm administrativ dhe të posaçëm, dhe gjyqtarët e shkallës poshtë të posaçme, sepse edhe për atë konsiderohet ngritje në detyrë. Por, me emër të Këshillit Gjyqësor, shpreh angazhimin, dhe ky nuk është një angazhim deklarativ, por është një angazhim duke marrë konsiderat përgjegjësinë institucionale për të ruajtur këto standarde të krijuara. Sepse kjo është stafeta e institucioneve, dhe institucionet pavarësisht nga emërtimi i tyre, ato kanë misionin e tyre. Dhe misioni i Këshillit Gjyqësor është që jo vetëm të miqëverisë sistemin gjyqësor, po njëkohësisht do duhet që të forcojë dhe të rrisë gjithë më tepër besimin, ne themi besimin e qytetarëve, po qytetarët nuk janë më tashmë vetëm qytetarë shqiptar, ne kemi edhe qytetarë europian, sepse po jetojmë në një Shqipëri që gjithnjë më tepër po hapet, është bërë pjesë e Europës, jo vetëm kuptimi gjeografik, por po kalon dhe pjesën e mendësisë përkatëse, dhe besoj se dita do vi kur këto dritare të cilat na i keni hapur dhe këto dyre që i po respektojmë, do të jenë ende në të hapura për të na pritur ne në këtë rrugëtim të përbashkët, duke plotësuar gjithë ato detyrime që na rrjedhin nga kjo korniza e rregullave europiane, dhe është me vend për të thënë që Këshilli Gjyqësor ka marrë ato meritat përkatëse në plotësimin e piketave të ndërmjetëve deri tanishme në referim të kapitullin 23 dhe 24, dhe me këtë rast po bëj edhe si një parapërgatitje për raportimin që kam në Kuvendin e Shqipërisë, sepse në orën 14 sot kemi edhe raportimin në Kuvendin e Shqipërisë, dhe është të njëjtat kryefjalë për të thënë, dhe tani jemi në fazën e piketave përmbyllëse. Por, të ruash një standard nuk është detyrim ligjor, por është detyrim moral dhe institucional për gjithë ata të cilët kontribuojnë dhe punojnë këto institucione. Sepse e kam thënë edhe të tjera, në këto funksione ne kemi shkuar me vullnetin ton të plot. Kemi patur tjera angazhime në jetë dhe në një moment caktuar të jetës tonë kemi menduar të bëhemi pjesë e këtyre institucioneve sipas procedurave dhe kornizës ligjore përkatëse. Dhe përgjatë funksionimit të vet, dua ta përmbyll me këtë që Këshilli Gjyqësor në kuadrin e verifikimit të figurës së pasurisë, po edhe të profesionalizmit, jemi referuar standardeve të vendosura në atë moment, në atë kohë, që nga Komisioni i Posaçëm i Kualifikimit, ashtu e ka Komisioni i Posaçëm, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ashtu e ka Komisioni i Posaçëm i Apelimit, dhe kemi raste ku jemi referuar, gjithashtu kemi disponuar edhe raste e moslerimit të kandidatëve magjistrat për të qenë pjesë e sistemit nëpërmjet emërimeve të saktimit të tyre në detyrë përkatëse. Dhe me këtë rast do të them që jeni të qetë se ata antarë të Këshillit Gjyqësor janë gjyqtarë të sistemit, të cilët lënë gjykime dhe bëjnë pjesë e sistemit, janë pjesë e profesioneve të lira, avokat, shoqëri civile apo pedagog, dhe vinë dhe bëjnë pjesë e këtyre institucioneve të pavarura, jo për ta përmirësuar